وتلك المشاهد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshirëplotit. Falënderimi I takon vetëm Allahut krijuesit të gjithësisë. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur, e ndjek dhe do ta ndjekë udhëzimin e tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të respektuara të ndodhura në xhami, gjithashtu dhe ju teleshikues të nderuar dhe dëgjues të nderuar që na ndiqni nëpërmjet televizionit dhe radios islame në internet, ju përshëndesim përshëndetjen e bukur të banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut të madhëruar qoftë mbi të gjithë ju. Sot, inshallah, me lejen e Allahut subhanahu wa taala, do të flasim shkurtimisht mbi këndvështrimin që feja islame dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith e ka ndarë muajin e shenjtë Ramazanit në 3 pjesë, ku çdo pjesë e tij është ndarë në 10 ditë. 10 ditën e parë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mëshirë. 10 ditën e dytë është falje mëkatësh dhe 10 ditën e tretë është nxjerrje nga zjarri I xhehenemit dhe futje përfundimisht në xhenet atyre besimtarëve dhe besimtarëve muslimane, të cilët janë përpjekur dhe kanë kërkuar nga Allahu subhanahu wa taala në këtë muaj të shenjtë që t'i falë, t'i mëshirojë dhe në xhenetet e larta t'i çojë gjunahet të voglat dhe të mëdha, gjunahet të cilat I din dhe nuk I din, Allahu krijuesi I gjithësisë t'i falë dhe t'i mëshirojë. Mirëpo, me që ne jemi dhe në natën e tretë apo në ditën e tretë të agjërimit të muajit Ramazanit, kemi kompletuar 3 ditë dhe jemi në 10 ditën e parë të agjërimit të muajit Ramazanit, do të fokusohemi shkurtimisht në këto minuta që kemi në dispozicion në pjesën e parë të 10 ditëve të muajit Ramazanit, e cila është mëshirë. Allahu subhanahu wa taala këtë 10 ditor e ka përcaktuar ose e ka planifikuar që ky muaj të jetë, kjo 10 ditë të jetë pjesë ku besimtarët musliman të kërkojnë nga Allahu subhanahu wa taala që t'i mëshirojë. Kërkojnë nga Allahu subhanahu wa taala që gjunahet që I kanë kryer gjatë gjithë vitit, siç tham dhe në natën e kaluar, besimtarit musliman I cili agjëron në Ramazanin, e I lutet Allahu subhanahu wa taala dhe I vepron të gjitha veprat që Allahu I ka kërkuar dhe ka orientuar në Kur'anin Kerim, Allahu subhanahu wa taala ja fal të gjitha gjunahet e vogla nga Ramazani I shkuar deri në Ramazanin aktual. Ndërsa në pjesën e 10 ditëve të parë besimtari musliman I drejtohet Allahu subhanahu wa taala që të fitojë mëshirën e tij. I lutet Allahut krijuesit gjithësisë që Allahu ta falë. I kërkon Allahu subhanahu wa taala mëshirë për gjunahet e kryera, I kërkon Allahu subhanahu wa taala që ta mëshirojë në jetën e tij, t'i japi shëndet të plotë, t'i japi jetë të lumtur, t'i japi gëzim në jetën e tij, t'i mundsojë që të realizojë punë dhe vepra të mira. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte vetë shembulli I gjallë I cili në 10 ditën e parë të Ramazanit I lutej Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht për mëshirë. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po este bashkë me shokët e tij në rrugët e Medinës. Kur papritur ata panë që një nën po e kritikonte djalin e saj dhe nxjerr pas dere, e mbyll derën dhe e lë jashtë. Djali I saj qante pa pushim. Qante pa pushim sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e dëgjonte dhe po I vinte me keqardhje, shumë keqardhje po I vinte për djaloshin e vogël I cili qante pa pushim, I trokiste nder dhe I lutej nënës së tij që t'i hapte derën. Mirë po ajo nuk ja hapte derën. Djali qante sërishmi,
por nëna nuk i hapte derën, derisa erdhi një moment i caktuar, ajo nën e hapi derën, e përqafoi djalin e saj fort, aq fort, sa që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mëshira e kësaj nëne është shumë e vogël se sa mëshira që ka Allahu subhanahu wa taala për rob dhe besimtarët musliman. Prandaj dietarët e Islamit e kanë komentuar dhe kanë thënë që në 10 ditën e parë të muajit Ramazanit, besimtari dhe besimtarja duhet i lutet Allahu subhanahu wa taala pareshtur që i ta fal, ta mëshiroj, që ai t'ia bëj kabul ditët që agjëron në muajin Ramazanit, duhet i lutet pa pushim Allahut krijuesit gjithësisë, ashtu si fëmia e vogël që trokiste nder dhe qante me dënes, ashtu duhet jetë edhe besimtari musliman në ditët e shenjta të Ramazanit. Në 10 ditët e para ti lutet Allahu subhanahu wa taala që faljen t'ia japi. Ti lutet pa pushim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari dhe besimtarja muslimane, e cili vazhdon ti lutet Allahut pareshtur, Allahu subhanahu wa taala ja dëgjon dhe ja pranon lutjen e tij. Vëllezër të nderuar, parimi i njohur në botë është që njeriu kur i kërkon diçka, ai mërzitet edhe se ka mundësi me dhënë. Nëse i kërkon dikujt që ka 5 franga, i kërkon 1 frang apo 1 rupi, një rapi, ai nuk ta jep një herë, ta jep 2 herë, ta jep 3 herë dhe pastaj mërzitet me ty. Nëse e ke dikan përgjegjës në punën tënde dhe i kërkon atij diçka që ai të ndihmojnë punën që është përgjegjësi yt, ai të jep 1 herë mundësi, të jep 2 herë mundësi, të jep 3 herë mundësi dhe pastaj lodhet dhe mërzitet me ty dhe nuk ta realizon dëshirën tënde. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala mërzitet me robin e tij, me besimtarin musliman dhe besimtaren muslimane, mërzitet dhe shqetësohet për gjunaqarin i cili nuk ja drejton Allahut lutjet dhe nuk i kërkon atij që ta falë të mëshirojë. Dhe gëzimi i madh është për Allahun krijuesin e gjithësisë, kur besimtari musliman dhe besimtarja muslimane, të cilët janë gjunaqar dhe bën gjunahe ditën dhe natën, kur i ngrejnë duar nga Allahu dhe i luten atij, Allahu gëzohet me robin e tij. Vëllezër të nderuar, kanë kaluar 3 ditë nga Ramazani, dita e 3 u kompletua sot. Ditën e 4 e kemi sondet faljes teravih. A kemi kaluar dhe kemi vazhduar të përjetojmë ato duart e ngritura dhe netët e gjata duke i lutur Allahu subhanahu wa taala, apo edhe në momentet e punës, nga që ka dhe njerëz ose pjesa më e madhe njerëzve janë të angazhuar me punë, gjatë momenteve të punës ti lutesh Allahu subhanahu wa taala pa pushim. O Allahu i madh, më fal dhe më mëshiro. O Allahu i madh, më jep begati. O Allahu i madh, më jep shëndet. O Allahu i madh, më fal gjunahet e mia. O Allahu i madh, më fal gjunahet që nuk i di. Sepse ne mund bëjmë gjunahe që i dim ato vetë, por mund bëjmë dhe gjunahe të cilët nuk i dim. Ato thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjunahet që ne nuk i dim dhe gjunahet që nuk i dim janë ato gjunahe që ne i mendojmë të vogla dhe nuk kanë pesh ato. Mirë, po këto lloj gjunahe mblidhen ditën e gjykimit dhe do t'i shikoj robi i Allahut, do t'i shikoj besimtarja dhe besimtari si male të mëdha dhe do thotë, o Allahu i madh, çan to gjunahe, çan to male dhe të kodra. Do t'i thuhet atij që këto janë gjunahet e vogla, këto janë gjunahet që i bëre pa vedije dhe ti nuk e di rëndësinë e saj. Prandaj i lutet besimtari musliman pa pushim Allahu subhanahu wa taala. O Allahu i madh, më fal. O Allahu i madh, më mëshiro. O Allahu i madh, më drejto rrugën e drejtë. O Allahu i madh, më bëj për atyre robët sinqert cilët kanë mundësi me të lutë. Sepse vëllezër të nderuar, në jetën e përditshme shikojmë mjaft raste kur disa njerëz për të treguar pedant nuk e ulin nivelin e tyre që të kërkojnë gjëra nga gjërat e dynjas. Ose nuk e ulin nivelin e tyre t'i kërkojnë dikujt gjëra të ndryshme që mund t'i realizojnë për hallet dhe problemet e tyre të përditshme, me sebeb të asaj të fodullikut të tyre. Dhe kjo është vetëm fodullik, me sebeb të asaj që janë burra të mëdhej dhe janë pedanta, nuk e ulin vetëm t'i kërkojnë dikujt nevojën e vet ta mbarojnë ose diçka tjetër t'i mbarojnë dikujt një nevojë. Allahu subhanahu wa taala kërkon nga robi i tij që ta uli kokën përpara Allahu subhanahu wa taala. Njeri besimtar, musliman, njeri besimtare, muslimane, njeri me mendje të lartë nuk ka. Besimtari musliman, siç e thot Allahu në Kur'anin Kerim, shembulli i besimtarit musliman, i besimtarëve të devotshëm është e atyre njerëzve të cilët kur ecin në udhë,
Kur ecin në udhë, ecin në kokullur. Dikur moshuarit tonë kanë pastan, kur e shikoni një djalë të ri ose një vajzë të re që e mban kokën lart, shikojeni se është si shembulli i kallirit që rrini drejt, por nuk ka kokra në të. Nuk ka prodhim për bujkun për ky lloj gruri i tillë dhe ky i ri dhe ky are. Nuk është e frutshme për familjen ose nuk është një familje e frutshme kur ajo do të bashkohet në perspektivë. Prandaj besimtari i sinqert, ai që kërkon nga Allahu subhanahu wa taala xhenetin e lartë, në këto 10 ditë të muajit Ramazanit, kokulur qëndron dhe i lutet Allahu subhanahu wa taala që ta falë dhe ta mëshirojë. Pra vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, tham, muaji Ramazanit është ndarë në 3 pjesë. Pjesa e parë, 10 ditë që i pari ti ishte mëshirë, që besimtari dhe besimtarja ti lutet Allahut krijuesit të gjithësisë që ta falë, ta mëshirojë, në rrugën e drejtë ta udhëzojë dhe gjunahet ja falë. 10 ditë që i dytë është që Allahu subhanahu wa taala i fal mëkatet e besimtarit dhe të besimtares të cilat i janë lutur në 10 ditën e parë të Ramazanit. Ndërsa 10 ditë që i tretë është ajo që Allahu subhanahu wa taala i urdhëron me lajket e tij që robërit që janë zjarr xhenemit dhe ata gjunaqçar dhe gjunaqçare ti fusin xhenetin e lartë, siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në 10 ditën e fundit të Ramazanit, në çdo natë për natëve të 10 ditëve të fundit, Allahu subhanahu wa taala nxjerr me mira dhe miliona njerëz nga zjarri i xhenemit dhe i fal dhe i mëshiron ata. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala ka një cilësi të veçantë ndër cilësitë e tij dhe është Rahman. A ka krijues, a ka qenie tjetër në jetën e kësaj bote që të jetë më mëshirues se sa Allahu subhanahu wa taala? Pak më lart sollëm shembullin e nënës, e cila la djalin e saj pas dere dhe ai qante pa pushim dhe nëna e fali dhe e mëshiroi dhe e shtrëngoi fort në kraharorin e saj. Mirë po, në rastin konkret, Allahu subhanahu wa taala, i cili është Arhamur Rahimin, është më mëshiruesi se sa mund të jetë një mëshirues tjetër. Allahu subhanahu wa taala, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, na ka sjell këtë muaj të begat, muajin e Ramazanit, muaj në cilin është ndarë në 3 pjesë dhe ne jemi në 10 ditën e parë që Allahu subhanahu wa taala pret për robërve të tij kokulur të ngrenduar nga qielli dhe ai t'ia falë gjunahet në 10 ditën e dytë. A kemi filluar në vëllezër të nderuar? A kemi filluar në motra të respektuara ta ulim kokën poshtë dhe t'i kërkojmë Allahut që të na falë dhe të na mëshirojë? A kemi filluar të përgjërohemi me duat tona dhe t'i themi Allahut krijuesi i gjithësisë, o Allahu i madh, na i fal gjunahet, na i fal mëkatet, na i fal ato gjunahe që i kemi bërë në të shkuarën tonë dhe askush në jetën e kësaj dynjaje nuk është pa gjunahe. Pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ruajtur nga Allahu krijuesi i gjithësisë, çdo ditë i lutej Allahut pa pushim që ai t'ia falte gjunahet, kur ne e dim tradicionalisht që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala ja kishte falur gjunahet e shkuara që nuk ka pasur dhe gjunahet që mund t'i bënte që kurrë nuk i bëri në të ardhmen. Po ti dhe unë vllai nderuar, a ke marr garanci nga Allahu subhanahu wa taala? A ke marrë garanci nga dikush në jetën e kësaj dynjaje që ti vepro si duash dhe jeto si duash, sepse Allahu do t'i falë gjunahet? Natyrisht Allahu i falë gjunahet e robërve dhe robreshave të tij. Mirë po, kur ata bëjnë përpjekjet, kur ata përpiqen që Allahu t'i falë, kur ata përpiqen që duart e tyre t'i ngrenë nga qielli, kur ata përpiqen t'i luten Allahut subhanahu wa taala pa pushim që ai t'i falë dhe t'i mëshirojë, Allahu e mëshiron. Nëse ne nuk mëshirojmë vetveten tonë, vëllezër të nderuar, mos presim nga Allahu subhanahu wa taala që të na mëshirojë. Allahu subhanahu wa taala thot në hadith kutsi për ta mbyllur këtu ligjëratën tonë, nëse biri i Ademit, robi im, vjen det meje duke ecur avash duke afruar një pllump, unë afrohem, thot Allahu subhanahu wa taala, një parakrah. Pra nëse ne kthehemi nga Allahu subhanahu wa taala me gatishmërinë më të plotë na pret që ne ta afrohemi tek ai dhe të na falet, na mëshirojë. Thot Allahu subhanahu wa taala në hadithin kutsi, nëse robi i Ademit afrohet një parakrah tek unë afrohem një pash tek biri i Ademit. Subhanallah, sa i mëshirshëm është Allahu subhanahu wa taala. Si ofron mëshirën e tij. Vetëm ne mjafton të bëjmë sebepet dhe Allahu e drejton faljen dhe mëshirën e tij tek ne.
Nëse biri Ademi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në hadithin kutsi, afrohet drejt meje duke ecur me ngadal, unë afrohem tek biri Ademin me të shpejta, derisa ta fal dhe ta mëshiroj dhe ta fus në xhenetin e lartë. Vllai dashur, motë respektuar, nëse në këto ditë të muajit të shenjtë Ramazanit nuk do t'i falen gjunahet një besimtari dhe një besimtarje, kur do t'i falen atij gjunahet? Gjatë muajve të tjerë, gjatë muajve në cilët besimtari musliman nga ana shpirtërore e tij, nga ana e tij morale ndjen veten më poshtë se sa mund ta ndjej tani në muajin e Ramazanit. Ne kemi thënë në muajin e Ramazanit Allahu subhanahu wa taala i ka mbyll gjin dhe shejtan me zinxhira. E ka çuar mëshirën e tij në tokë për ne dhe ne jemi në 10 ditën e parë që mëshira e Allahu subhanahu wa taala pret për ne që ne t'i drejtohemi atij. Jemi në atë 10 ditë që Allahu subhanahu wa taala i drejtohet robërve të tij. A ka prej robëve që pendohen të kun, t'ja fali atyre gjunat. Pra vllai nderuar dhe motë respektuar, në këto ditë që na kanë mbetur nga muaji i shenjtë Ramazanit, nga 27 ditë inshallah, nëse janë 27, le ta lutim Allahun subhanahu wa taala pa pushim. Ndërsa në këta ditë që na kanë mbetur nga muaji i shenjtë Ramazanit, nga 10 ditë që i parë i muajit Ramazanit, le t'i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na falë të mëshirojë. Nëse ende nuk i kemi ngritur duart nga qielli, le t'i ngrejmë sonte. Nëse ende nuk jemi penduar, le të pendohemi tani në këto momente. Le të themi me zemrën tonë: o Allahu i madh, o ti që je mëshirues dhe mëshirbërës, më fal dhe më mëshiro. Gjunahet e mia të vogla që i kam kryer dhe të mëdha mi fal dhe me punë të mira mi shpërblet. O Allahu i madh, në këto momente pendohem, prandaj më drejton në rrugën e atyre njerëzve të cilët e kanë ndjekur rrugën e vërtetë dhe vazhdojnë të punojnë me të derisa t'i vi momenti i lamtumirës nga kjo dynja. Le të vazhdojmë kështu vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara. Le ta lutim Allahun subhanahu wa taala pa pushim dhe kurrë mos harrojmë faktin që Allahu subhanahu wa taala është Rahman, është mëshirues. Çfarë do gjunahit kemi bër, Allahu e falet. Çfarë do mëkati ne ti kemi bër, Allahu ai e fal nëse ne kokulur shkojmë përpara tij. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na falet, na mëshiroj, në rrugën e drejtë na udhëzoj. Gjunahet tona që i bëjmë ditën dhe natën inshallah të na i fal. E lutim Allahun subhanahu wa taala natën apo ditën e agjërimit të kësaj dite Allahu kabul të na boj. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që gjithë metat që i lëm gjatë agjërimit të Ramazanit, Allahu inshallah me falje dhe mëshirën e tij t'i plotsoj. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që të smurët mesin ton dhe kudo që të jenë, Allahu t'i falë dhe t'i mëshiroj. E lutim Allahun subhanahu wa taala sonte në këtë natë Ramazanit që të vdekurit tanë që i kemi në varre, Allahu t'i falë dhe t'i mëshiroj. Varret e tyre t'i bëj kopësh për kopsheve të xhenetit. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që këtë botë të trazuar në rrugën e paqes, bashkimit dhe harmonisë së vazhdueshme ta udhëzoj. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që natën që do të largohemi apo ditën që do të largohemi nga kjo dynja, Allahu të na marrë shpirtin duke thënë dhe duke deklaruar: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat bi fadlihi wa karamihi innahu qaribun mujibu da'wat. الحياة وتلك المشاهد